Profesor, jeni bërë pjesë e koalicionit të drejtuar nga profesor doktor Sali Berisha, Shqipëria Madhështore. Çfarë ju shtyu që ti bashkoheshit Berishës? Shiko, unë vetë njërë kam deklaruar prej 8 vjetësh në mbledhjet e partive të vogla që avashë ne duhet të lërojmë vendin të rinjve. Dhe këtë shembull e ndoqa. Ndoshta i vetmi që partia Aleanca Ekologjike Europiane jo e faturova, jo e i bëra allizhverish, siç kanë bërë tjerë, por e dhurova një grupi të rinj në formën e një lëvizje ku kanë disa shtylla bazë, siç është anti-Soros, siç është kundër dëbim shpopullimit, siç është anti-vaksë, siç është me gjitha ruajtja e familjes, tradita dhe prandaj dhe morën në emrin Aleancë Konservatore për Shqipërinë. Dhe kjo deri në ditën që KQZ-ja kërkonte regjistrimet e partive brenda një aleance, nuk kishte vendimin e gjykatës. Ajo parti u liqet ose drejtohet nga zoti avokat Altin Goxhej dhe ka shumë të rinj, jo vetëm që janë njerëz me integritet, dhe kjo më ka pëlqyer kjo lëvizje, por besova që këta do të vazhdojnë atë frymë që ne kishim menduar, sidomos me akademinë rejtone që kemi menduar për Shqipërinë, për shqiptarinë, për vlerat e shqiptarëve të gjuhës, historisë, etnokulturës. Dhe në këto kushte u gjenda përballë faktit që unë vetë që e kam përjashtu veten nga politika, po jo që nuk do merrem me politikë të një çështje të caktuar. Pra, politikan nuk e mendoj dot, veten time në këtë moshë. Por që të bëj politika këshilluese, sugjeruese, do herë kritikuese, herë dhe edhe deri në formën e një lufte, kudo që jam, brenda një sistemi, brenda koalicionit apo jashtë koalicionit. Për mua kjo nuk ka rëndësi fare. Prandaj, vajta në një koalicion, që ose rolin që unë kam si kryetari i Këshillit të Urteve të kjo lëvizje konservatore, nuk e kundërshtova. Ndoshta edhe po të isha pjesëmarrës i gjallë në politikë, ndoshta ashtu do bëja, që do vija përsëri me djatën. Pse? Se kam parimet e mia. Qëlloj që është e djathtë. Por parimet e mia janë këto, që e këshilloj një qeverit apo një qeverisje të caktuar. E ndihmoj, e sugjeroj, e kritikoj, i bëhem pjesë, sepse duke këshilluar ministra, kryeministra, ke bërë punë të bishme për vendin tënd, për popullin tënd. Ky është parimi. Por mbas 4 vjetësh, këshillim, sugjerim e tjerë, ditën e votimit, unë në këto 20 vjet që kam kuptuar të rol, votoj opozitën. Dhe të nesmen, dalë përsëri në opozitë me të. Tamam që bëra me qeverisje magjorance. Dhe po t'i vesh re, edhe gjuna që shumë njerëz nuk e kanë kuptuar ende, është e dhimbshme. Por njerëzit nuk vlerësohen me gjallin, njerëzit vlerësohen me vdekje. Jam i bindur kur thajnë Di Brown, ti dhe ai, edhe librat, edhe fjalët do të lexohen, edhe do të këndohen pas vdekjes. Si kështu ka ndodhur me të gjithë. Dhe çuditem akoma që unë kam filluar opozicionin tim ose kundërshtimin tim që nga koha e Patosnanës 2004 me plerat nga Italia, me tecet në Vlorë, pastaj vjen Berisha në 2005, 8 vjet opozitar me Berishën, 8 vjet opozitar. Sa ndonjëherë dhe thoshte marxist, leninist, komunist, zanguri e tjerë. 12 vjet opozitar me këtë, normal. 12 vjet opozitar, por në këtë stacion të 4 të tij nuk mundesh kurse si të bëhesh kundra vetes. Që do të kundra vetes? Në qoftë se unë kam luftuar që Butrindi është herë e pirë, herë i lirë, gjithmonë shqiptar dhe asnjëherë grek, ndërkohë që kryeministri jon kërkon ta bëj pjesë në koncept në doktrinë greke, në qoftë se unë luftoj që Imara nuk ka si të jetë minoritet dhe kryeministri i vuri vulën gabimit të parë të Berishës, do ta themi, do ta cekim më vonë, që vuri një minoritar në Imar duke dhënë konceptin që Imara është minoritet. Ndërkohë që unë kam, nësa zoti Rama i vuri e vulosi fare, ati që Berisha nisi me zotin Meta, që vuri një minoritar, këta e vulosin duke bërë një minoritet që këtu s'ka më shqiptarë në Imar që janë 20-30 fshatra në Imar që tregojnë një gjindje shqiptare. Ndërkohë që unë kam me 10 trashkrime në gazeta, në media, me thënie që Shqipëria nuk ka si të ketë minoritet, sepse kufizohet nga
nga Epirus, Çam, lidhur me Greqinë, me Bullgarinë, me Maqedonas, shqiptar me Serbinë, me anë shqiptarëve të Kosovës, Mali Zi me anë shqiptarëve të Malit të Marsisë Madhe. Pra, kjo është çështje vetë, po mund ta diskutojmë. Pra, në këto kushte, kur mendoj që kryeministri aktual ka bërë dëme të pariparueshme, se ndonjëherë ka dëme që edhe riparohen me kohën, po janë dëme të pariparueshme çfarë që po ti mbledh janë shumë. Butrindin ta thash. Sazani që është ishull që kalon duart arabe me sekser amerikan, nuk më duhet të jetë amerikan vllai mati, po kalon Sazani i paprekshëm, që ke një vijë bregdetare me 100 kilometra në duart të disa personave me 1 euro, që ke varet e grekëve në tokë ku thuhet që një ushtar grek është tokë greke, me vare me kocka fëmijë shqiptar apo gjyshër shqiptar, ke një durrës që i jepet arabit, ke një lërë që u jepet Italis, ke një skabit që i jepet Turqis edhe dëbojnë dibranët. Pra, po ti mbledh të gjitha këto, ke shkollën e parë, estradën e parë, teatrin e parë, që gjitha të zhdukura si identitete të këtij kombi në këto 12 vjet. Ke figurë Skënderbeu të bërë si Edi Rama, diku te Arbreshët, diku në Prishtinë, diku ndoshta edhe kjo që po bëhet tani në qendër sot. Pra, po ti mbledhësh gjitha këto, ke rastin që kryeministri mbasi fajin e ka Berisha apo Gavroshi, pastaj e ka Ilir Meta, e lam timonin për retret, e tash ka futur mbi 50-60% kolegëve vetë në burg. Dhe gjunata mendosh që ti votosh përsëri për të majtët, sepse në legislaturën e 4 këta i bie të fusin të gjithë shokët e tyre brenda. Dhe në kuptim, unë zgjolla që është ndryshimi, që është parimi im pra. Parimi im është voto opozitën dhe dilë të nesme në opozitë me te. Qëlloj që në këtë rast e djata ishte opozitë, aq më tepër, kur jam vetë i djatë në origjinë, sigurisht nuk jam antar i PD-s, por që të kem të drejtën time të luftoj në një llogore si intelektual, po jo intelektual që i përshtatet qeverive, se kështu kanë bërë gjithë kolegët e mi intelektual, i përshtatet qeverive. Nësa unë kam qenë gjithmonë një intelektual që të pa diskutueshme e qeverisë e kam këtyr në të diskutueshme për qytetarët, si e njësojt. Nuk jam asnjëri i thjesht që të merrem me shpifje, apo me integrala, apo me integrime, apo me shumë gjëra që janë fyese për një qytetar normal. Por, s'tem që jam qytetar i përbërë, po jam një qytetar i përpjekur, i përgjegjshëm, që edhe njëre theksoj fort për gjithë qytetarët shqiptarë. Gjithmonë 20 vjet jetë publike, 2004 sot, 21 vjet, jam munduar që atë që për qeverinë është e pa diskutueshme, është vetëm e drejtë për qeveritarin, atëre e kam kthyer në të diskutueshme, në të shpjegueshme, në të dobishme për qytetarët. Këtë rol kam të paktën 10 vjet e fundit që kam me 10 gjyqe fituara në dobi të qytetarëve si avokat dhe avokat asnjëherë i paguar shpirtërisht nga mora, po jo financiarisht. Nësa me frymëzim shpirtëror nga komunitetet, po, por me frymëzim financiar kur joti. Kështu që në kuptim zgjolla, jo se zgjolla unë, e kishte zgjedhur lëvizja ose partia e koalicionit, partia konservatore për Shqipërinë. Por edhe një protektoj pra. Kam kurajën të them që edhe unë po të isha që do merresha me politikë, do zgjidhja këtë koalicion. Për shkak të atyre që sa po shpjegova. Kështu që kjo është zgjedhja që unë jam vetëm edhe disa ditë, sepse nesër del vendimi i gjykatës dhe nuk do jetë më emërim në listën me koalicion. Do jetë Altin Goxhej. Kjo është. Profesor, çfarë do të mendojnë shqiptarët që nga njëra anë shohin Berishën krah Belerit dhe nga njëra anë shohin ty krah Berishës? Bravo. Unë në 2 raste që deri tani nuk fuqem me zotin Berisha, pavarësisht nga nuk kam ndonjë marrëdhënie të ngushtë apo të afërt siç kanë, se unë jam ndonjë punëtor apo militant partie. Se po që për parti, unë kam pas Aleancën Ekologjike Europiane. Edhe atë e kam lëbuar pak, po më shumë jam fokusuar në kontribute ndaj shpjegimeve të gjëra mjedisore, gjeologjike, me tërmetin, me Covidin, me mbrojtje çështjesh komunitare pafund, që po t'i rreshtoj janë shumë gjyqe të fituara, janë shumë. Plara dhe beteja të fituara në tavolinë. Vetëm në këtë tavolinë janë fituar me 10 beteja pa që nevoja gjyqe. Dhe kur janë bërë gjyqe, edhe kemi humbur, por më shumë kemi fituar. Po dua të them këtë. Dua të them që me zotin Berisha në konceptin se kanë kuptuar kur që të zgjidhesh një minoritar
minoritar në zonën e Ajmarat. Kur se kanë kuptuar këtë gjë. Sepse e jep përparësi që minoriteti është më i madh se sa pjesa shqiptare. Ndërkohë që Ajmara që janë shqip, këndon shqip, polifonin shqip, ka veshje shqip, ka etnokulturë shqipe dhe deri në 1830, kur kalonte Martin Liku, ai piktori traveler angles, edhe thoshte që në Ajmar do ishte disa burra din italisht për shkak të marrëdhënieve tregtare me Italinë. Ka dhe burra që din greqisht për shkak të marrëdhënieve me Korfuzin, greqisht, ndërsa gratë nuk din asnjëra as italisht, as greqisht. Pra, nëna është ajo që bekon dhe rrit fëmijën. Kur nëna flet shqip, kur burrat qajnë shqip apo këndojnë shqip, do thotë që ky minoritet i stisur, që fillimisht e thanë në formën e një profecie, e thanë disa herë, e thanë shumë herë, tash e besojnë dhe vetë. Që nuk ka lidhje fare Ajmara minoritetin, kur kemi një jug Shqipërie, kur kemi një Epir, kur kemi një Qamëri, edhe kufiri me Greqinë është me Peloponezin e viteve 1830, për shkak se Andreuçi, Himariot, që luftoi krahun i parë, pastaj krahas Marko Boçarit në luftën e për pavarësi, jo të popullit grek, po të popullit shqiptar me banim që më vonë i quajt Greqi, pra me banim Albani më vëllai. Peloponezi ishte Albani. Dhe në të kuptim ta kanë preferuar ta quajnë veten grek për shkak të një zhvillimi që u bë kultura helene, u quajt greke, dhe i pëlqen që të jenë çik më lart. Sepse normal, Ajmariotët janë lebër, ndoshta edhe qendrë labëris. Dhe kështu që me këtë unë me Berishën mund të jem edhe në luftë përhershme. Nuk e fal dot kur. Për shkak të kulturës që unë kam ose për atë që kam bërë për shqiptarinë. Po kam bërë 6 kongrese. Unë me Stepan Pingu, me Fred Bale edhe të tjerë, dashamirës apo antarë të Akademisë Renitona, kemi bërë 6 kongrese ku flitet për gjuhën shqipe, për etnokulturën. Unë s'mund ta jetë poshtë punën e shokëve mirë dhe të vetës time. Kam rreth 30 votime historike gjuhësore. S'mund ta jetë poshtë të gjeli. Dhe kur nuk ka aq më tepër që kemi bëjmë për mua me një prototip i paqartë ose me dyshime të forta për ato që ka bërë, siç është zoti Beleri apo siç ka qenë zoti Bollano. Unë se kuptoj dot kur, por vulli që i dha zoti Rama duke vënë për krah ti, përsëri një mikun tim, kam asgjë me kryetarin aktual bashkisë, por nuk është se ti ke një popullsi 90-99% minoritare, e zëm se janë ca minoritarë. E zëm se, por nuk ka si të ketë minoritet, është vetëm që kanë vetë quajtur veten minoritarë. Atëherë ti vure një vull tjetër, duke i dhënë një edhe pjesën e qeverisjes majorancë, i vure një minoritar tjetër. Kështu që për mua këto dy gabuan duke e vullosur gjoja që dhe pra çfarë ndodhi, që pikërisht 2 javë përpara, 23 të shkurtit, fillimisht kisha edhe ca qytetarë të tjerë kështu greke, duke qenë me Beleri, bekuan momentin që Ajmara kërkon një autonomi ose të ketë statusin ose e ka statusin e ekonomisë, e bekuan ata në formë besimi, pasandaj mund të vijë në formë qeveritare si kërkesë. Kështu që unë jam kundër. Gjallë në bodi, jo Berisha di, jo e djata, jo koalicioni di, gjallë në bodi, s'më trem dodi. Mbaj mend ti, shënoj e fortë fjalë. Nuk ka njeri të më trembi të dalë nga idealet që unë kam, ideal kuptimin e mirë ti, që është shqiptaria, që është kombi, që është gjua, që është familja, që është tradita konservatore e shqiptarëve, nuk ka burë nënë të më luaj nga këto istikame di. Koalicioni është një gjë jashtëzakonisht e butë. Koalicioni është vetë alianca që jemi ne, alianca konservatore, është aliazh, nga fjala aliazh, përzihet qymyri, karboni, përzihet me hekurin dhe bën qelik. Pra mund të ketë në këtë aliancë deri në momente të caktuara na bashkon ideali dhe luftojmë. Po nëse ti mua më prek brenda aliancës time konservatore, duke qenë në këshillit të urtë të kryetarë, dhe nëse ti prek parimet kanë bërë bast burrësh, betim burrësh me zotin avokat Goxha dhe me të tjerë. Nëse prek parimet e mbllatë shqiptarisë, me mua të kesh punë ke, jo se unë jam dhe gjeni i madhë, por do kesh, sepse jam përkushtuar kësaj kauze të shqiptarisë. Fakti që nuk ri ditë pa bërë një gjë për shqiptarinë, sot për shembull bëm letër gjykatës kushtetuese në Maqedoni. Nuk mundet të bësh jo zyrtare gjuhën shqipe, sepse gjuha që lidh Maqedonë si slav
me historinë dhe me Maqedoninë e Aleksandrit. Ndryshe pranore, Maqedoni e formuar në 1945 nga Josip Broz Tito dhe nga Stalini që të vinte ca bullgar slav e të bëhet Maqedonia. Pra, del Maqedonia pa rrenjë. Por do të them që në gjohë 1 javë, 2 javë ne organizojmë turieza dhe unë s'mund të jetë poshtë turieza për vlerat e shqiptarisë. Për këtë punë që të paktën 10-12 vjet e fundit nga 2012-15 dhe këtej nuk reshtim pa bërë një gjë për vendin, s'po them çdo ditë, po të paktën çdo javë, çdo muaj dhe çdo vit. Kështu që kjo është puna për mua, është kërkon një diplomaci, por aty që unë mendoj me Aleancën Konservatore, si Këshilli të Urdhëve, kryetari i saj, ose vetë unë si Sazan, edhe pa qenë Këshilli të Urdhëve, nuk e toleroj dot. Nëse ceken dhe preken që mund të ndodhi kjo përplasje, nuk do të trembem kurti. Dikur gjyshi im luftëtar me push në krah, sot nipi ti, unë apo çka kam unë njerëz që më dëgjojnë, luftëtar me ide në mendje. Kjo është lufta. Prandaj nuk më trem ajo di që më që e koalicion e pastaj se kam një pyetje më. E them se jam koalicion. E qarti, integritetin tim do ta bësh ti qytetari thjesht shqiptar apo ti aktivist apo ti patronazhist, do të vësh dyshim ti integritetin tim, që më që bëra koalicion dhe unë mund të zbutem, përkundrazi. Do luftoj brenda sistemit shumë më mirë se ti jesh jashtë sistemit, jashtë koalicionit. Shumë më mirë lufton brenda ti. Sepse kemi parë, ata që kanë qenë jashtë janë tretur. Të gjitha partitë e vogla që kanë qenë jashtë një koalicioni janë tretur sepse është një luftë tjetër i nderuar që pa përmirësuar 3 çështje të mëdha që kanë bënë me zgjedhjet, që është kushtetuta, që është neni zgjedhor edhe që është komisionet e momentit votimit. Ndërkohë që diaspora ose u bë elektronikisht. Kjo ishin 4 gjëra që kemi kërkuar. Nga këto 4 një është fituar. Vetëm votimi i diasporës. 3 të tjerat pa u zgjidhur këto, ti s'mund të bësh dot aleancat vogla, partitë vogla, njerëz pavarur, partitë pavarura nuk i bën dot, sepse nuk njihen këto me kod zgjedhor. Avokat, si e cilësoni disa lajme që dolën pasi ti zgjodhe që ti ishe pjesë e koalicionit Berishës, që u publikon disa foto në media të tuajat? Unë mendoj se ato nuk më kanë ulur vlerën, sepse kam një shprehje që sa ndotet të qani me imprua me balt, aq ndotet figura ime që çdo ditë bëj ndonjë gjë për vendin. Po unë nuk dua as imazhe pozitive, as mburje, flet lavdërimi, keni vënë re ju që po çfarë të them u këtyre qytetarëve? Tu kanë dalë me qindra lista me njerëz korruptuar. Ke dëgjuar ndonjëherë sa Zangurit? Kur në kursi, në USAID, në Soros, aktivist, spion, arshivist, patronazhist. S'ke dëgjuar, as në kohën e Zoti më ka dhënë aftësi që as në kohën e parë nuk isha ndonjë spion, po as në kohën e tashme kam zgjedhur pozicion në shërbim. Ta se kuptojnë, ose këta e quajnë sikur është një fjalë kodi i shërbim qytetar, por me kam zgjedhur. Fakti kam 10 vjet, mbroj çështje gjyqësore, komunitare, pa edhe një herë pa frymëzim financiar, vetëm me bekim të Zotit dhe bekim të banorëve, edhe kam fituar çështje tregojnë që kam qenë person i zgjedhur i përkushtuar banorëve. Aty më thanë, unë si kam parë, nuk i kam parë me të drejtën, po deri diku më ka zënë syrin që më kanë nxjerrë me një pamje verore me kanatiere. E pastaj, po unë jam njeriu më i veshur, në kuptimin e mirë, jo se kam veshje luksi siç kanë këto. Se çantën nuk i kam ato si të bëjnë. 20.000 lekë, 20 euro, kam çantën. 50 euro një çantë madhe. Por njeriu më i veshur në takime me tuaj, në takime me dikastere, në takime me studentët, kur nuk kam vajtur pakollare në eleksion. 20 vjet pedagog, 2003, 22 vjet. Kur, ndërkohë që kam parë kolegë që u delte djersa në këmisht. Kur, dhe ti tash, me i mendet keq, për mua anti-shqiptar, sepse ka një problem. Të gjithë ata që kërkojnë të bënë lojë në një fjalë timen, ai nuk e ka problemin me mua. Bebe nuk e ka as me veten, po e ka me Shqipërinë. Ati e shprekur ajo antipati që ai ka për Shqipërinë. Çka kam thënë nuk e ajo me kanadierët? Çka kam thënë?
Kanë kërkuar që kisha një gotë lallë në dorë, që është prerë, në një familje sarandiote që shërbeu me lallë, edhe në një frymëzim të qastit, kanë kërkuar që ky lallë dhe ky kos, që është objekt i një populli të vjetër, është produkt i një populli të vjetër, sepse është i vetmi popull në botë, bashkë me ata që janë bulgar thrakas, që i thonë kosit kos, që fjala kos është gjetur ke faraoni, ati në cep, te faraoni në cep, të varit, që thua që tava e kosit, gatuhet me këto ingredient për bërsa misë dashjet e tjera. Dhe atë lloj tave, kosi dhe ingredientët, egjiptologu më i madh i botës, Zicin, i gjeti në Elbasan. Gjeti fjalën tav, fjalën kos dhe përbërësit. Dua të them që ky kos, 20.000, 30.000 vjetë, përdorur nga shqiptarët, që kur ishte popull blegtor, jo shpellar, po blegtor, dhe është i vetmi popull që enzimat që ka në stomak, që janë mikrobet pozitive, është i vetmi popull që nuk e zë barku kur qofse shkon jashtë shtetit. Ndërkohë, falë për shprehjen, të tjerët tuaj që duke qenë popull të mëvonshëm, po të vinë në Shqipëri dhe po të përdorin bulmetra apo të çdo lloj produkti tjetër që ka lidhje me bulmetin, se të bën do kenë një prezë sepse janë popull më të bonshëm. Pra, kjo është që unë bëra një kërkesë në frymëzim të qastit, që i kërkoja UNESCO-s që kosi, llava të shpallen produkte të UNESCO-s i prodhuar nga një popull që është populli shqiptar. Dhe fare mirë, nuk deshë këta, e mori Bullgaria. Po unë dhe thoja që në qoftë se një italian pi Coca-Cola dhe i tha shqiptarit, djalit sa aty lidi biseda, djalit të këtij shtëpisë ku isha, i tha që unë pi aranciata, Coca-Cola dhe djersitëm, thaj, tani e kuptoj që ti tha nuk djersitëm, se pi llall. Dhe punëtori shqiptar në Itali pinte llall duke punuar dhe nuk djersitesh. Ndërkohë ja i pinte Coca-Cola dhe djersitesh. Pra ky është qëllimi. Ti e merr atë, kërkon të denigrosh një figurë profesori që unë nuk përzitem. Pse? Sepse profesori Babtut Karbunara në 1915 nga Gjishamili është lyer me mjalë dhe i hipën dhe e dogji, po para se ta digin, i hipën një qafë profesorit. Po çfarë përfitoi Berati? Apo Shqipëria? Dogjën profesorat kohën e Gjishamilit. Po çfarë përfituan në vitet 50? Vranë dhe dogjën profesorat që ishin me shkolla austriake, gjermane, franceze, italiane. Më i varfër pati një pop, edhe ju sot, por nuk më tremdodi. Ti, cinguin, ti me një mendje me i dritë shkutur, nuk të mërzitem, dakor, jam unë ai që të falë ty pra, të pranoj ti, por nuk më thyen dodi. Nuk më thyen dodi, mund të më ullësh disa momente ti, po ta dishi që ullesh pak, ngrihesh më shumë pra. Edhe unë kem nga ta tipa që të ngrihem ipsh, e mos zbrit shkur, kur thonë militarët, po kam hipur një jetën time gradual, në ngjitje, me nga një grad pjersiti dhe jam sot 70 vjeçi, me kurajën më të madhe, për ta patur zërin bilbil për shkak të kaluarës. Po kam 2 të kaluara, të ndershme. Një e gjyshëve, Mitat Bej Frashësi apo Abdyl Bej Frashësi, një e darave nga në gjindor që ja ku janë aty, me merr në pamje po munde, edhe time personale, sepse ka shumë që ta shgojnë një familje konservatore, të shkëlqyer, me emër mbi emër, por nuk e mbajnë doti. Sa mua më dha Zoti hapësiti, edhe trashëgiminë familjare, po edhe trashëgiminë time. Dhe i them djalit sot ta lash shembullin e babait. Dhe jo rastisht kam 2 djem, një këtu një jashtë të shkëlqyer, jo rastisht, por më thënë 2 nipër të shkëlqyer. Pra, kjo që ata duan të denigrojnë, jam i bindur që janë arshivista, janë janë kariketyre, që ata tash do mbasin kariken, kanë bërë dëm të madh. Këta në punësa që s'ka mjaftuar vetëm dora e hekur të sultanit Edi Rama, po kanë qenë më të këqij këta, drejtora, nëndrejtora edhe personel poshtë. E di këtë apo jo? Kam bjetuar shumë ke, po kur s'jam ankuar, sepse kam një shprehje tjetër, mos u qa e mos u anko, por përpiqu lufto dhe fito. Këtë kam bërë ti, kur thotë Bujar Leska. Ti dhe unë dhe i kemi qarë me punë, këtu në Tiranë, se nga viju, nga Berat, e unë tira, jemi bërë model për fisin, për ambientalistët, jemi bërë model që atësi jam 70 vjeç, jam pension, edhe mund të themi sa i gjera, që është model për të rinjsh.
Po nuk di që një shoku im të thirret dhe për shkolla gjimnazia apo 9 vjeçare për të folur për një model jete të një personi të caktuar. Unë kam vajtur me qindra herë, po unë kam vajtur në përburgjet e Shqipërisë. Kam bërë kontakte me ata që kanë mungesë lirie, duke falur libra, edhe duke shpjeguar gjëra për natyrën, apo për historinë, apo për gjuhësinë shqiptare, që kam talent, nga talenti dytë, nga lart, nga Zoti. Pra, këta me këto pamje që kanë nxjerrë, unë pak i kam parë, ose më kanë thënë të tjerët, siç më pyetët juve, nuk i trem me fare, sepse në gjithë atë prezantimin tim, duke i ngjarë dhe babait apo dhe gjyshit, ja ti ke aty, merri ato, ja ke babai aty, me kollare aty, babai aty. Do t'i marrësh pamje ato. Edhe aty e kam në natyrë veshjen, sepse veshja është 85% pik në sekondën e parë të takimit. Është 85 pik, nga 100 pik, 85 i ka veshja. 10 pik i ka fjala e parë që ndjen nga goja, visare me së djeta, 5 pik është ajo që ti shkëmben marrëdhënie me të tjerë. Kështu që në kuptim unë e kam vlerësuar ose kam bërë kujdes ndaj vetes, dhe ajo pamje me kanat tjerë është normal që atë e ka bërë ai mallkuari Arjan Çani. Ai e nxori dhe parapi në studiot e veta, kur unë vija shpesh herë ke ai. Edhe jam i prishur di për shkak të marrëdhënieve me Greqinë. Dhe populli shqiptar di që të bëhet qepi di. Unë jam non grata për Greqinë, nuk po ja është herë parë që e them ti. Non grata për Greqinë për shkak të 60 postere që ndora ka presidencën. Që ishte një veshje e popullit çam apo e pirotë, që janë marrëdhënien e Butrintit, që është Epiri, që është Çamëria, veshja, vrasjet, genocidet, eksodet që janë bërë ndaj çamëve, kam guxuar. Dhe i kam dhënë si askush tjetër nga Akademia Publike e Shkencat e Shqipërisë. Askush tjetër nuk ka mundur të nxjerr 60 ikona në A0 ose në A1, jo njëri, po disa herë, unë kohën e presidencës së Zotit Meta, disa herë. Për mjedisin, për gjuhën, për historinë, për kongresin e Manastirit, dhe e fundit ishe për veshjet e Çamërisë, dhe e fundit fare ishe për Butrintit. Pra, atëherë, kur një person që bën çdo ditë, palere çdo jati, palere çdo muaj, palere çdo vit, nga një gjë për kombin, çdo ditë, mënyra e komunikimit në Facebook, mënyra e komunikimit me libra, që shpëndaj në përparaive kudo që bëhen, atëherë është një kontribut. E si kërkon ti të denigrosh një figurë që Zoti ka dhënë aftësi edhe si profesor, edhe si qytetar, edhe si avokat, edhe si inxhinier, edhe si politik bërës, jo politikan, politik, që kjo çështje shpjegohet me këtë lloj mekanizmi, me këtë lloj politike si ta bësh, atë quaj politiku pra. Kështu kanë bërë. Edhe sot është duke bërë në parlament. Tani, në këtë orë, ta gjasi, e bëra këtë kontribut për një deputet caktuar. 3 orë ndeta, 4 faqe, sepse ishim me konkluzione që gjithë jeta ime se si merret lumi, si shfrytëzohet lumi, si merret uji, a çohet uji apo jo në një vend tjetër, kam mbetur 3 orë që i bëra një moment diskutimi një deputeti caktuar për mbrojtur lumin e Tragjasit. Pra, këto gjëra bëjnë aq. Profesor, me që jemi te Tragjazi, a mund na thoni pak në të vërtetë çfarë po ndodh me këtë fshat, me ujin e këtij fshati, pra a po merret i gjithë uji apo i lidh fshatit uji dhe për çfarë po merret uji dhe a mund gjendet në një mënyrë tjetër që të furnizohen zona të tjera? E kuptova. Ka një keq dashje, ka një keq konceptim, 2, ka një padituri, po flasë jo por një thjeshtë, se ata me intuit i din mirat më mirë se i shkencëtar. Ai banori Tragjasit, ai fshatari i humbur. Me intuit, me praktik jetë e di më mirë se mua. Por kjo që thash, padituri, keq konceptim, keq dashje, deri në ndonjëherë dhe ignorancë e madhe, deri mosnjohje të koncepteve bazë mjedisit. Edhe janë me qindra koleg, profesor, geograf, inxhinier, hidroteknik, inxhinier hidrolog, që dinë vetëm mënyra se si bëhet heci. Dinë vetëm mënyrën se si mund gjej një pus me ujë. Se si mund bërë matjet në një lumë. E din këtë gjë. Por nuk din kur ti. Aq më keq qoftë se din dhe shprehje ndryshe. Që çfarë dëmi bëhet që një lumi që rrjedh prej
2-3 milion vjetësh, 5 milion vjetësh, le të themi, në kohën e Pliocenit, që janë formuar këto logjina që kemi sot, 5 milion vjet, dhe le të themi 10.000 vjet njerëzim. Dhe ky njerëzimi e ka gjetur ekuilibrin me ujit e lumit, e ka gjetur në mënyrë perfekte me intuit, që ky lum 10 metra i gjerë, 1 metër i thellë, mban 700 banorë në burim. Lumi shtohet rrugës me prejnë. Mban 900 banorë në kilometrin e 3, po ja shko. Mban 1200 banorë në kilometrin e 4. Mban 10.000 banorë në Novosel. E gjeta. Dhe kur vetet drejt detit, mban vetëm faun florë kur bashkohet me lagunën. Pra, njerëzia, ekosistemi, pylli, puset e ujit të fshatarëve kanë gjetur një ekuilibër perfekt në marrëdhënie me lumin. Ai lum që duket ty si i ndodhur, ai fitohet aq mirë ai në përshkëmbej që kalon 40 gur. Ai kalon 40.000 gur bie fjala. Dhe një fshatar që kap nivelin e lumit, ai ka pus ujë të sigurt. Po ndërkohë lumi ka bërë, kam një shprehje time, 1000 detyra nga Kuburon deri në det, ka bërë 1000 detyra rrugës. Sepse qofse lumi është 10 metra i gjerë, 1 metro i thellë, lumi do ta mendosh edhe 10 metra të tjera që është avulluar ka ikur në ajër, që mban këtë pyll. Po do ta mendosh edhe 10 metra të tjera që ka ikur në tokë, që mban atë puset nëntoksore me ujë, ato rrejnë pime të tjera. Pra, lumin ta mendosh 3 fish. Në qofse ti lumit nga 10 metra, e la 2 metra, i more 8 metra ujë ti lumi, nga 1 metro të arsi i le 20 cm, ndërkohë që në përhece nuk lihet sikur një pik ujë, po e zëm këtu si në tragjas, që nga 10 metra i le 2 metra. Nga 1 metro i le 20 cm thellësi. Ky lum nuk e bërë me atë detyrën ti, që të shkojë të furnizojë gjithë banorët nga burimi deri në det, që të shkojë të furnizojë gjithë ekosistemin për mbajtur pyet, gjallë, që të furnizojë të pinë faune, flore, bletarie, blektorie, bujësie, nuk e bën dot me ky. 20% që t'i le, siç është rasti tragjas, ku në 700 litra minimale që i bën vetë matet ata, sepse mate që bëri X inxhinier nga ideologjia, këta e dëbuan ti. I këta se bëjnë vetë. Edhe ato mate që ti ke dëgjuar sot, janë mate që çfarë thon ata. Ndërkohë që matja bëhet 3 vjet para se të marrësh ujin, do bësh mate 3 vjet. Që sa u shehet dektoria, bletaria, zogu, ajo dosa, ajo dele, ajo dhen edhe të tjerë. Edhe ky njerëzim. Dhe këto mate deklaruan 300 litra gjysma shkon te tunelit, shkon në bregdetin e Dermiut, 11 litra në sekond, po 300 litra në sekond shkon në ndeti, 11 litra banorët e Tragjas. E mendon doti 300 ikën, 11 ngelet, dhe 130 ngelen për 10 çatra, që pjesim për 10 çatra i bie përsëri 11 litra për çdo fshat. Po 11 litra është njësoj sikur të furnizosh në ditë 30-40 familje, sepse një pus fshati me 0,5 litra në sekond. 11 litra në sekond të furnizosh 30-100 familje. Po nëse djemt të fshatit në Angli, Gjermani, kthehen pas 10 vjetësh, 2 vjetësh, 5 baret, mund të ofroj politika koalicionit djathtë për politikat mira për të kthyer. Ku të gjej ujë? Tjetër, nuk ka kur rast që 6 konventa ndërkombëtare, New York, Direktiva 60 e Bashkimit Evropian, Helsinki, ESPO, e teta ndërkombëtare, janë 6 konventa. Austria, Vjen, Austri dhe Vjen, 2 herë, një në 1915, një në 1923. Janë 6 konventa që thonë që uji nuk devijohet kur. Dhe në raste për nevoja strategjike do marrësh një pikë uji, do t'i marrësh leje banorëve. Pra kemi 2 raste që nuk devijohet kur, se është rrjedhje djalli, sepse edhe kur e merr ke eci, masi bën ecin e kthen prap lum. Ndërsa ky është devijimi i përjetshëm, kur nuk bëhet kjo. Edhe drejta kanonore, e vjetër toksore, edhe ajo të porosiste. Që lumi atje në burim ka të drejtën vetëm fshatari i burimit që ta mbylli 2-3 ditë në vit për të thënë banorëve që janë poshtë në rrjedhën e poshtme, kujdes mos u tanë me ujin se uji është i Zotit. E njëjta gjë, një shkodran që ka ujë në baçën e vet, nuk i jep ujë qytetarëve të lagjes 2-3 ditë në gusht taci, nuk i jep që ta kuptojnë sa rëndësishëm është uji. Pra, shikoni si është drejtë e ujit, që nuk devijohet kur.
e shikoni se sa rol bën uji në jetën e lumit, sepse vendoset raporti i njerëzve, të fshati në burim, fshati 2, fshati 3, e 4, fiks ai sa mban lumi, një prua, ai fshatar ka në Moglic, sa çka proi Moglic, ai fshatar ka. Prandaj është afër lumit, prandaj është afër një liçeni, Pogadeci është afër një liçeni. Sa banorga, ai sa mban bregdeti i Orit ose i liçenit Pogadecit. Ai të marrë është i qyteti. Pra, një marrëdhënie perfekt. Atëherë kush je ti, zoti kryeministër, që kur kujtoni historinë, Romaku jo, s'ja mori ujin, Veneciani jot, Turku jot, Serbi jo, Greku, kanë luftuar, luftat pa mëshirshme me shqiptarët. Edhe komunizmi vetë kishte jashtë për agresiv. Nuk mori ujë më vëllai. Po edhe transicioni 1990, 2000, sa jemi sot, 24, 25, nuk morën ujë. Si ka mundësi të guxosh ti të marrësh ujë për distribuir? Ata alternativë me që pyete. Ke ujin e Borshit, i merr 10%, që e merr dhe mund ta ushesh. Ke ujet e puseve në rreth të malit Çikës, se ti e ke vënë që kur vetëm në detin jon Dërmi Palas, ti ke uja të nota të tota, çdo tot aty ku është ftohtë. Buri. Është burim ujë që vjen nga poshtë. Pra është e pamundur që rraza e Çikës mos ketë puse në 50 metra, 80 metra, që të nxjerrë ujë të pishëm për atë lagj. Jo. Ai do që ta marri nga Trajgjasi, ta marri nga Kuçiti, ai shoku jot, kryeministri i gjatë, që ti të bojë ata. Se po qe për ujë, ai ka syrin e kaltër, le të marri 5%, 2%. Pa ai do marri syrin e kaltër 92% ta çojë në Italitin. Ndërkohë që projekti i syrit të kaltër në kohën e Nanos ishte që 30% e tij kalon në zonat bregdetare, Dërmi, Palasi, Mar, Bosh etj etj, që paro. Ky slas që pikur më e do ta marri me projekt me Apullën, që edhe ajo do vi një çështje më e nxehtë akoma, do të marri syrin e kaltër nga 5500 litra në sekond, merr 4700 litra në sekond, i le vetëm 800 litra që do ketë ura të zeza, ajo 800 litra, nuk man do ujë me ajo, do mbaj vetëm ura të zeza, do vi era nga syri i kaltër deri në det, kanali i Çukës. Dhe ky merr 4700, i çon në Apullë dhe nuk i jep një pikë ujë. Ndërkohë që Nanua, edhe ai njësoj që ky, e merr dhe çon që nuk lejohet më të çosh ujë aty. Se po që për çuar ujë të syrit kaltër në Itali, në Apullë, çohet i botiluar orti mik, çohet i shishuar, sepse ishulli frigj në perëndim të Amerikës nuk i jep ujë Amerikë, po i jep shishe. Po jo tot ujë i shishuar, do tot 40.000 punojsa në punë që i jep ujë të shishuar Amerikës, apo ky me anë të syrit kaltër po bëj fabrika ujë, se ka plot ujë atje dhe jep Italisë që fut shqiptarët në punë. Po gjë tot që ta japësh gjithë ujë. Po është mëshme të devijosh ujin e një lumi në një drejtim të përjetshëm edhe në një shtet tjetër. Akoma ke një shtet tjetër, se hajde kjo gjysmë e skenjës. Nga Kuçi në Dërmi ose nga Trajgjasi në Dërmi me që pyetet. Kjo është e mëshme. Të të hysh deri ke jeta e fëmijëve, e kalamajve, e vazhdimësisë që është ujë. Ku ka ujë, shpreha e popullit, ka jetë. Kështu që në të kuptim është shumë gabim, zoti Rama, dhe kjo është një nga arsyet që nuk mund vazhdosh dot të jesh ta këshillosh atë, e para që s'djon, e para së pyet, e treta s'profil, e katëra ka lënë hije, pa punë, pa projekte. Si mund të jem unë pa punë? Në kulmin e shkencës, unë jam pa punë. Është mëshme ta mendoj, burrë e grua mezi nuk të beson njerit. Që kur mori një elektricist për 5 orë mori 200 lekë në shtëpinë e babait Berat, i thash të betohem, thash, vë dorën zjarr që unë këto lekë ti i more në orë 5.000 lekë, unë si marrë në ditë, burrë e grua, pra 25.000 lekë në ditë, unë nuk i marrë kur, i thash, edhe me 7 zanate. Me 7 zanate, i thash. Hidrogjolog, geolog nafte, inxhinier mjedisi, avokat, pedagog, profesor, këshilltar, nuk i marrë kur. Pra, sa ne e vështirësoj jetë. Unë s'jam rëgjitur për të gjë çam ka bërë mua. Po, çka ka bërë Shqipërisë. Sepse kur e pyetën Isa Buledinin si jam shumë mirë dhe ai. Po është keq Shqipëria ti. Edhe unë ti jam aq mirë ti. 2 djem burra, 2 nipër, gruan. Ato që kam i kam, një makinë, një zyrë, një shtëpi, fantastike, jetë e bukur. S'kam parati, as s'mam një fare. Se kudo ka miq që nuk e di, s'po i futin në këtë jetë. Pra, është e bukur ti është një model i një shembulli. Ke një respekt që t'jep një ushqim shpirtëror që ta hash një herë në ditë siç ha unë. Një herë në ditë si ujkut. Edhe në vjen keq që më humbi sistemi ujkut, po ti mund të kesh
ujk atje, jo rasisti, ujk aty mbrapa, ujk atje me fildisari, ujk atje. 5 ujqër ka këtu që janë kështu në formën e një steme, apo të një embleme të zyrës, që lufton si ujk, punon si ujk, ha si ujk, që është shumë i kursye ujku, është gabima që ujku gjithmonë e kursen tufën, qoftë janë 200 dele, 12 terej, ato që janë cëmurat, që të kursej tufën që mos sëmuret, me bruceloz, kursej dhe njeriu që njeriu nuk e gjen dot kur sëmundjen e delës. Bi laboratori më i madh modern bote. Ky është ujku ekologjisti më i madh i natyrës. Por ka dhe i tjetër. Ai që ka gradë lirie, 24 karat të lirisë më të madhe si gjitha kafshët e tjera. Dua të jem ky. Edhe dua të desi ujk, mos kem frikë nga vdekja. Ujku s'ka kur frikë nga vdekja. Dua ta habitoj edhe mas e më jep shpresë që ta propagoj vdekjen. Pra, ky është ujku. Ky është kjo zyrë, ky jam dhe unë. Profesor, diaspora do të vendos lek Dukagjin në Shkodër. Si është e vërtetë e kësaj? Po, një grup i madh Dukagjinas, djem Dukagjinas, të cilët janë shumë patriotë. Në përgjithësi pjesa Tirana e sipër, unë nuk e them për të ndarë Shqipërinë, por me të vërtetë ata na mbrojnë me tiparet e shqiptarit. Ose ata na i kujtojnë vlerat e shqiptarit, e gjeta. Na i kujtojnë vlerat e shqiptarit. Dhe ky grup Dukagjinas nga diaspora, si Gjergjë, Temeli, edhe shumë tjerë, Pranë, Shnja Avokatë, janë shumë ata, dhe kanë bërë një buzë të kryevepër të lek Dukagjinit me kanunin me librat ndohë, me kanunin e lekës. Po sigurisht që në atë që unë kam mësuar nga drejta romake, ose në shkollën që bëra për juridik 5 vjet, pastaj edhe një vit avokati, aty për çuditi kam gjetur rreth 200 shprehje shqipe në drejtën romake, në drejtën e Napoleonit, në drejtën e Justinianit, janë 200 shprehje shqipe. Shqip. Që do të thotë që e drejta romake, diku 400 para e son, që vajtën 400 jurista romak shkuar në Greqi, edhe gjetën 12 tabelat greke. 12 librat grek. Ndërkohë tash që konceptet, si koncept turpe, shqip, turp, kujtimet, avokati që ulet dhe bën kujtime, kapari, ai që kap arë, pra këto janë koncepte në drejtën romake, që i mori nga 12 librat greke, që do të thotë që to 12 libra greke i morën nga trojanët, ose nga bie fjala nga veprat e Homerit. Mendohet se Hammurabi është një 1700 egyptian ligjvënës i parë botror, ndërsa shprehjet kanë ngelur shqip. Do të thotë që kanuni është më i vjetër se sa 12 librat grek, se sa koha e Trojës, ku ke qarje me xhama, ke nderin, ke kodin e familjes në luftën e Trojës. I ke që të gjitha që ka kanuni sot. Të paktën kanuni është njësh me Trojën, por ndërkohë fjalët janë akoma para egyptianëve, para Hammurabit. Atë në kuptim, leka thjeshtë i mblodhi, i kanonizoi këto. Dhe kanuni thotë shqip, kanë ato që është fjalë turke, 1300, është turshme ndim. Kanuni është, se kështu ka thënë kanuni, e ka rujt, neja është raja është në gegnisht. Kanun, ajo që është, e ka rujt fjalën, ligjin, nenin. Edhe sepse gjo diskutim i marsorëve tanë, të marxisë, përfundon kështu e ka rujt, e ka thënë kanuni. Pra, ky kanun i kodifikuar nga Lek Dukagjini, por në vitet e Skënderbeut pak pas ti, por më shumë i kodifikuar në Shqipen e sotme nga i madhi tjetër Shtjefën Gjeqovi. Dhe këta Dukagjinas, duke qenë se e kishin princin e tyre, Pal Dukagjini, shokun e ngushtë Skënderbeut, Lek Dukagjini që qau si të qa e këtorit, me gjamët, duke qirë faqen. Që akoma sot në Dukagjin, i madhi nga Shkodra, Gjovalini, të më falni për Dogilja, Gjovalin Dogilja, ka 20 burra dhe 20 gra që qajnë me vajet. Si të qante e Kuba, si të qante gruaja e këtorin, qajnë sojt marësore tona. Si të qante Leka Skënderbeun me qere, fytyrë, qajnë ende sot, edhe e bërë dhe rrit akoma që kanë ngelur. Pra, ky lek, që në këtë kanun, ku shqiptarët e njohin si një vepër me gjakmarrje, si një vepër ku
ku gruaja është e trequr mbrapa, që i vepër e prapambetur. Airbaza e civilizimeve europiane. Ky është edhe shkenca, jo shkenca, është ajo që unë bëra bachelori në juridik, po që e bëra edhe në master shkencore, e bëra edhe në avokati. Pikërisht kanuni kam bërë. Pretendoj se e njoh, jo aq mirë se ata, po e njoh. Që ky kanun që sot në Angli, shkollën e jurisprudencës, sa hyn dhe del leka në sarkofag, në xham, dhe shkollën e Firencës, del lek duke gjini përsëri në sarkofag xhami. Ke kartën e madhe të Anglisë, Magna Carta, kanun komplet, që ne e dim që është britanike, kanun komplet 1216. Ke drejtën romake, kanun komplet. Ke drejtën Napoleonit, kanun komplet. E drejta franceze, ose Napoleon 1800. Nësa ne nuk bëjmë dot një orë leksion, një orë mësim, dhe në një media caktuar që unë kërkova të flisa për kanunin, për to që po flasim bashkë, thamë, po kanuni do na flasi ama, tha, sepse kanuni, tha, është prapambetje, tha, gruan e torturonte. Ndërkohë që kanuni dhe gruan e linde pas në ecje, që të mbrohesh zhvillimi familjar. Në grop, në umnerë, mund pinte burit, ose në pusi, po gruaja jote. Po kur vinte brenda ke miku, ky buri, i prapambetur që linde gruan prap, futesh gruaja e para te miku. Nuk futesh buri, pra. Qalloj civilizimit. E diti që kanuni ka atë që ne quajmë pensione, nësa i e ka që kur ndodh, ta më që do sot me pensioni, buri u vran luftë, kanuni siguron, ka një nen atje, siguron pension për gruan e veti. Perla. Edhe këto nuk kanë shpiku nga Bismarcku 1878, që thonë që Bismarcku, sa diktator, shpiku edhe këtë drejtën e pensionit. Jo, e ka shpiku kanoni 3.000, 5.000 vjetë para rason, kanun. Pra, në të kuptim, kanuni është bazë civilizim. Kanuni nuk dënon kot, kanuni nuk ka fjalë gjakmarrje. Kanuni nuk ka akmarrjen që mblidhen 12 burra në një anë, dhe 12 burra ka i tjetri, që pala që ka bërë krimin, hajsa, edhe do të diskutojnë, betojnë mbi një gur, dhe ai ngujohet 2 javë ngujohet ai, edhe vetetoj që e ka bërë apo se ka bërë, apo nëse e ka bërë, a mund t'ja fali ky burit që i bërë dëmi, a mund t'ja fali këtë lloj krimi, duke ka përzyer mbi një djep që vihet ke dera e ngujimit, djep fëmijësh përmbys, që atëherë fëmia duhet të kthehet mbash, që ai pasandaj do thotë që ai e fali. Pra, kanuni vet shpëton jetë njerëzish. Nuk është si sot që ti e marr në burg 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, e torturon tjetrin, e lë pa ushqyer ose ushqet me lektona. Pra, kanuni kishte punë korrejtonjse. Vetë fjala punishment, që thotë, që kanuni është e dënon me punë. Punishment në anglisht, punishment, punë e dënon. Po ke penaltit. Po ç'është penaltia ti? Po e nalt. Po e nalt të punoj, po e nalt të akmerët, edhe i bëj penalti, që themi ne penalti, është shqip penaltia. Po e nalt, penal, kodi penal, kodi që të ndalon, po e ndan, po e ndal, më fal, po e ndal. Pra ky është kanuni që këta djemtë Dukagjinit, Gjegjë Temeli me shok, Frani, e kanë menduar që Shkodra, si kryeqendër e Marsis, e meriton një shesh i saj të jetë me Lek Dukagjinin, me librin e kanunit në dorë. Është një statujë jashtëzakonisht e bukur, e shumë kuptimplote, dhe unë mendoj që edhe një kopje tjetër e saj të vihet në Dukagjin, por në Shkodër ja vlen si kryeqyteti i kulturës, pra, sepse kultura europiane dikur nga Shkodra shkonte në Europë. Dhe 1600-800. Pastaj nga 1800 erdhi nga Europa në Shkodër dhe Shqipërinë. Kjo është Shkodra ti. Edhe një herë pra, kultura shkodrane, deri në rrethimin e saj të dy, se rrethimi i parë është Troj, 3200 vjet para, apo 1200 para e son, rrethimi i dytë është 1479, dhe rrethimi i tretë është 1913. 3 rrethime e Shkodra që u thafshin duar atyre udhëvidianëve, që kanë bërë luftra, libra, vazhdo, filma për lufta, sa një e mita e atyre që janë bërë në Shkodër. Dhe ky qytet e meriton pra të ketë një Lek Dukagjin që pozant, por që na frymëzon neve
që kanuni nuk është prapambetje, po është bazë e civilizimeve europiane. Ky është kanuni. Dhe unë njoh doktoraturat shqiptarëve që kanë thënë që pandi Prashi për shembull në vitin 45 që familja me bazë kanuni është baza e familjeve europiane. Në vitin 45 ti e ke me shkronjat e arta në Itali apo në Europë, që familja shqiptare është baza e familjeve europiane, në prototipe, në sjellje, në marrëdhënie me fëmijët, është bazë, por ne nuk e kuptojmë ti gjë. Po nga e mori familja kodin e nderit? E mori nga kanuni pra. Po nga e mori, në fakt që po zgjata dhe mbarova, ky djali që u shpëtoi Gjermanin në Koplik, sepse Gjermani kërkonte që aty ishte italiani dhe se zbën Gjermani kërkonte italianin. Ata e tanë skemi italian këtu. Mirë, ai do 2 djeg të 10-ve. Atë për të shpëtuar këta 9 të tjerët, doli djali 20 vjeç, pa bataj na duhet të ruajmë kodin e familjes, kodin e nderit, kod dënordi. Edhe doli një para. Edhe Gjermani përshkatoi djalin e shtëpisë. Dhe kur u takuan pas 2 javë Gjermani dhe italiani, dhe i thotë italiani ushtar gjerman, ato sytë tu tha i njoh mirë tha. Po edhe unë të njoh ty tha që mbusha bregat. Mos kujtoti se na e hollit, po ne kishim urdhër të prisnim një person tha. Se ishin 3 veta që e dinim dhe nuk mundet kalonin pa vrarë një person. E vram djalin. E dim shumë mirë që ti ishe italiani që s'po them do 2 herë fjalë. Dhe pastaj në 90-ën takohet djali italianit, i zbuluar nga i malli Uruçi, Gzim Uruçi, djali italianit me djalin e gjermanit, me djalin e Shalianit, takohen në Koplik edhe festojnë ose kremtojnë këtë ngjarje kaq të madhe. Ky është shqiptari. Po nga e mori Shqipërinë, nga kanuni pra. Ky është kanuni. Prandaj i bëj thirrje Benet Becit, mos u mbasi kohë, po të quhet njeriu i vetëm, i parë që vuri një të drejtë mbi tokën shkodrane që është pikërisht busti i Lek Dukagjinit. Profesor, shumë faleminderit. Shumë